nuk ne apni tagër që ta vënë me shpatulla pas murit dhe të themi se ti që ishe deputeti i Partisë Socialiste që nuk ka rëndësi nisesh me qëllim të mirë dhe të keq reforma. S'është Larindi nga ato që nuk kompleksohem, por çështja është që realisht reforma ishte nevojshme. Absolutisht nevojshme. Ka pas një mbështetje të gjerë popullore, të gjerë politike. Ka qenë një situatë dramatike sistemi drejtësisë dhe vetë Komisioni Venecë dhe vetë aktorë ndërkombëtarë kanë qenë pjesëmarrës në këtë reformë, është bërë me ndërkombëtarët e gjitha kjo reformë. Nuk ka, siç ti e di mirë dhe gjithë e di mirë, nuk ka reformë perfekte. Se ekziston reforma perfekte, ka pas qëllime politike të duhura, janë bërë shumë aksione të duhura, është bërë një pastrim siç duhet. Jo në perfekte, ka pas problematika edhe kjo çështje, por ajo që po diskutojmë sot, lidhja e reformës drejtësi, pra bërja e ligjeve, me sjelljen e prokurorëve apo gjyqtarëve apo organet të qeverisjes gjyqësorit, që unë i shoh më problematike këto se këto gjestet vinë për shkak të mos menaxhimit, për shkak mos bërjes check and balance që ligji e ka përcaktuar, por mos respektimit ligjit. Pra, ligji sot, kushtetuta dhe gjitha ndryshimet ligjore kanë check and balance të sistemuar në legjislacione. Nuk e ndalon asgjë ILD-n sot ndërhyje më një herë. Nuk e ndalon asgjë sot KLP ndërhyje më një herë dhe me forcë. Nuk e ndalon asgjë prokurorin, kolegun e tij që të bëjë një hetim të pavarur, unë s'kam pat këtë filluar përgjithësim penal për kolegun. Kjo nuk ka lidhje me reformën, ka lidhje me mënyrën se si ti kupton pozicionin tënd. Dhe ndoshta nuk janë përgatitur për përgjegjësinë e madhe që kanë mbi shpatulla këta aktorë. Me pavarësinë që u dha me pash. Ju kërkoj ndjes se keni uzurpuar pak kohën e fjalës. Vetëm një moment. Po, flasim të ne them dy fjalë. Do thuash dy fjalë. Vetëm një sekond. Okej. Me që zoti Ndreca tha foli pak për reformën drejtësi, në fakt dhe nuk është faji njerëzve, zoti Sokol Sadushi, që është kryetari i gjykatës së lartë, sot tek ai takim, pamet që ndërkohë që ishte zoti Ndreca duke folur, ishte nga takimi i ditës së dytë midis Komisionit të Venecias dhe gjithë aktorëve politik dhe ligjor në Shqipëri, të së drejtës në Shqipëri. Dhe aty zoti Sadushi ka mbajtur një fjalë nga e cila kemi shkëputur një ekstrakt shumë të vogël ku pranon në fakt një nga defektet e reformës së drejtësisë. Se përse e ka fjalën, ju ftoj ta ndjekim.